Kryetar Veseli, të nderuar Kryeministër Mustafa, kabinet qeveritar, të nderuar deputet, qytetarë të Republikës e Kosovës. Programi i qeverisë është një program ambicioz, konciz dhe real për realitetin politik dhe qytetar të Republikës e Kosovës. Në thelb të angazhimit të qeverisë së dalë nga marrëveshja për bashkëqeverisje mes PDK-s dhe LDK-s, është zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve të Kosovës. Që nga shpallja e pavarësisë, Kosova ka realizuar etapat kryesore në konsolidimin e shtetit brenda dhe jashtë. Zgjedhjet e qershorit të vitit të kaluar janë një konfirmim i konsolidimit të brendshëm dhe shtrirjes së sovranitetit të Kosovës në tërë territorin e saj. Dëshmia më e mirë është organizimi i zgjedhjeve në gjithë territorin e vendit, organizimi i zgjedhjeve nacionale. Kosova është konsoliduar edhe jashtë dhe po fuqizon subjektivitetin e vet ndërkombëtar. Konfirmim për këtë janë ftesa për të nënshkruar me SEAN, me Bashkimin Evropian në pjesën e parë të këtij viti, si edhe konferenca rajonale Ballkan 6, ku është rikonfirmuar edhe një herë se Kosova është shtet shembull për bashkëpunim në rajon. Ky konsolidim i brendshëm dhe jashtëm ka qenë parakush që Kosova të funksionojë si shtet. Që nga fushata zgjedhjeve të kaluara, partitë politike është mirë që janë përqendruar edhe më tepër në aspiratat dhe synimet e qytetarëve të saj. Kjo është ekonomia, zhvillimi i vendit dhe hapja vendeve të reja të punës që janë edhe prioriteti i qeverisë së Kosovës. Pas zgjedhjeve të përgjithshme të qershorit të vitit të kaluar, Kosova vu në kërkim të formulës më të mirë qeverisë. Rezultati i kërkimeve për qeverinë e re ishte marrëveshja politike mes PDK-s dhe LDK-s. Kjo marrëveshje është e arsyeshme pasi dy partitë me mendjen e kanë përqendruar në zhvillimin ekonomik të vendit, për çka është proklamuar në programin e qeverisë së Republikës së Kosovës, si krijimi i kushteve për investimin e Kosovë dhe hapja vendeve të reja të punës. Kjo do të thotë infrastruktura adekuate teknike dhe ligjore, sundim të ligjit, stimulim të prodhuesve vendor, identifikimi i fushatave strategjike në të cilat Kosova ka mundësi zhvillimi dhe ku Kosova mund të ketë rezultate të mira. Bujqësia, energjetika dhe zyrtaria janë identifikuar si fushat ku Kosova mund të zhvillohet, siç i përmendi edhe kryeministri Mustafa. Por nuk i lën anash as arsimi dhe përgatitja kuadra për shërbime teknologjisë informative dhe banka. Me konkretisht, jemi duke ndërtuar infrastrukturën si autostradat, pastaj jemi duke zhvilluar negociata për kredi për modernizimin e hekurudhave, ndërtimin e termocentralit të ri Kosova Re, si dhe projekte për hidrocentralet të vogla gjithandej Kosovës, përmirësimi i infrastrukturës ligjore dhe përkraja për gjyqësorin, rritja buxhetit për bujqësinë dhe subvencionet për bujqësinë. Ndërsa, edhe në arenën ndërkombëtare, por në politikë të jashtme, politika e jashtme është vend në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit. Si diplomacia ekonomike është kryefjala e politikës së jashtme, po promovohet Kosova si destinacion i ri dhe atraktiv për investime. Investimin në qendrën e skijimit në Brezovic është argument i fuqishëm për të tërhequr investitorë të ri serioz ndërkombëtar. Janë duke përgatitur projekte konkrete me analiza dhe biznes plane të elaboruara që do të prezantohen investitorëve në Evropë dhe me gjerë. Prioritetet tjera të politikës së jashtme janë forcimi i shtetësisë. Do të vazhdojmë të kërkojmë njojën e Kosovës, por në fokus do jetë edhe antarësimi i Kosovës në forume e organizata ndërkombëtare nga ku qytetarët e Kosovës do të përfitojnë sa më shumë. Në të njëjtën kohë, kemi vizituar vende fqinje dhe jemi duke vizituar rajonin nga ku kemi promovuar fqinësitë e mirë dhe bashkëpunim për të ardhmen e përbashkët euroatlantike. Kemi mbajtur, siç e përmendi edhe kryeministri Mustafa, mbledhjen e përbashkët të dy qeverive me Shqipërinë. Kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Maqedoninë dhe presim shumë shpejt edhe mbajtjen e përbashkët të mbledhjes së dy qeverive të Republikës së Kosovës dhe Maqedonisë. Po përmbyllim demarkacionin me Maltezi, kemi vazhduar dialogun për normalizimin e marrëdhënieve të plota me Serbinë, gjithashtu kemi zhvilluar kontakte dhe vizita edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, vende tjera për të konfirmuar partneritetin ton, synimin dhe vizionin ton që të jemi pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ndërsa në takimet e
B6 që kemi dëshmuar se jemi partner i barabart në rajon dhe lider në promovimin e bashkëpunimit për të ardhmen rajonale. Synimet afatshkurta për këtë vit do të vazhdojnë të jenë në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, aplikimin për antarësimin e Këshillit të Evropës, si dhe të bindim Komisionin Evropian që brenda këtij viti të rekomandojë liberalizimin e regjimit të viza për Kosovën. Synime afatgjata mbesin fuqizimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës me theks të veçantë në sigurimin e njohjes nga peshqja e Bashkimit Evropian që ende nuk e ka njohur Kosovën, si edhe puna për të bërë antar i Kombeve të Bashkuara. Kosova sot ka stabilitetin dhe fuqinë politike për të shtyrë përpara interesat e qytetarëve të Kosovës, prandaj qeveria e Kosovës gëzon besimin dhe mbështetjen e shumicës së qytetarëve të Kosovës. Po autostradat janë duke vazhduar, edhe për Shkup, edhe për Pejë, edhe për Mitrovicë, edhe kjo tjetra do të vazhdojë Prishtinë. Nish, edhe si që përmendi edhe kryeministri, tani jemi në fazën mjaft rëndësishme të fillimit të projektit të autostradës Prishtinë-Gjilan. Donik, faleminderit shumë.